pak është e parakoshme. Është i parakoshme se diskutem. Sa ka gjasë ne këto diskutime i bëjmë pas përfundimit të secilit stinor në realitet. Çdo herë është folë për këtë punë. A duhet zgjënu liga, a duhet mbet liga kështu siç është. Unë mendoj që do të thotë 3 ekipet të cilat i kemi si vjet në Super League, do të ishte shumë vështirë me repliku vitin e ardhshëm edhe me i bë 10 të këtij niveli. Në anën tjetër mendoj do të thotë që nëse kemi 2 ndeshje brenda xhiros ose 3 ndeshje brenda xhiros të cilat nuk janë kaq pa parashikueshme siç janë këto të këtij stinore, siç kanë qenë që edhe stinorit kaluar. Do të thotë nuk besoj që kjo i bën mirë ligës. Unë mendoj që ne duhet ta mbajmë nivelin e ligës, nëse jemi të sigurt pas përfundimit të këtij stinore, që i kemi 10 ekipe të cilat mund ta mbajnë këtë nivel të Superligës, për ne është më lehtë, më mirë, më gjithçka do të thotë, nëse mund ta zgjerojmë më tej, sepse basketbolli për momentin e keni parasysh, do të thotë në nivel të Superligës nuk zhvillohet fare në 2 prej 7 qendrave kryesore të cilat i kemi. Unë do doja që në të ardhmen edhe Drita të luajë në Superligë, edhe Kastrioti i Ferizajt, po edhe një ekip e Raovecit që ka treguar aq shumë, do të thotë para 4-5 vitesh, edhe ata të kyçen sërish sepse shtrirja e basketbollit neve na shërben. Por në asnjë rast nuk mund të lejojmë që të zgjerohet liga me kushtin që të kemi klube të cilat nuk janë konkurruese. Kjo është e sigurt. Arben, nëse vjen deri te zgjerimi, kur do të vinte? Në maj. Nëse marrja e vendimit edhe aplikimi i saj. Kjo po më intereson. Shefe, ne nuk mund ta shtym për te i verës vendimin për ato se me sa ekipe ne do të marrim pjesë në gara për vitin e ardhshëm, sepse këto nuk e kemi bërë asnjëherë. Do të thotë, nëse merret vendimi në maj, vitin e ardhshëm mund të zgjerohet liga? Nëse merret vendimi në maj, mund të zgjerohet liga prej vitit të ardhshëm, pse jo? Po thojmë vitit të ardhshëm 25-26. Po, për sinorin 25-26, nëse merret ky vendim. Do të thotë, ke parasysh që ky vendim merret në baza të përvjetshme. Edhe për këtyre 8 ekipeve të Superligës. Po në vende tjera, edhe nëse merret ky vendim, atëherë merret për edicionin 26-27, jo për 25-26. Ja pse kërkohet tek ne tash kjo punë. Nuk është se ekziston te këto ekipet e ligës parë aktualisht, apo ekipet se cilat do të bjerë për Superligës, apo ekipet se cilat do të binë për Superligës, ekziston një strategji 3, 5, 7 vjeçare, e në bazë të së cilës ne duhet më përgatitur sot për mas 2 vjet dhe 3 vjet se çka do të ndodhë. Te na do të thotë ne vendimet i marrim në bazë të situatës aktuale të cilën e kemi, sepse nuk e kemi luksin për me mendu mas 3 vjet që do ta kemi Superligën. Ne kemi një fond të lojtarëve vendor, të caktuar, të cilët mund të luajnë në Superligë, mund të luajnë në Superligë. Do të thotë po e ritheksoj. Do të thotë mund të luajnë, mund të japin kontribut në nivel të Superligës, edhe ne duhet shohim se këta lojtarë a është më mirë të shpërndahen në 8 ekipe apo në 10 ekipe. Edhe duhet shohim se cilat janë kapacitetet, qoftë financiare, qoftë sportive të këtyre 2 ekipeve tjera të cilat doin që të hyjnë në Superligë. Superliga prej vitit të parakaluar, përveç të drejtës sportive të cilën e fiton në terren, janë një vazhë dhe gjatë e kriterëve të cilat duhesh me plotësu për me luajtur në Superligë fillimisht. Do thotë nuk jam i bindur që të gjithë ata të cilët mund ta fitojnë të drejtën në ligën e parë mund të luajnë Superligë për vitin e tashëm. Kjo është e para. Unë do doja që të jetë kjo e vërtetë, sepse do doja që ta kemi të natyrshme këtë kalim. Do thotë prej ligës parë në Superligë të jetë shumë i natyrshëm dhe të shkojë shumë lehtë dhe pa telashe. Nuk jam i bindur se kjo mund të ndodhë, por në anën tjetër jam i bindur që edhe në ligën e parë janë duke u bërë investime mjaft mira. Do thotë liga është në ngritje, fatmirësisht edhe liga e parë. E tash nëse më pyet cili ka qenë efekti i ngushtimit të ligës parë prej 12 në 10 dhe prej 10 në 8, kjo është kjo, do të thotë që ne kemi tash një cilësi më të mirë në ligën e parë, sesa që kemi pas me 10 ekipe. Edhe ajo shkon në zinxhir. Liga e parë e fortë ta bën kualitetin edhe ekipe më të mira në Superligë. Folje për të mirat edhe për rreziqet e zgjerimit Superligës, e përmendë një detaj shumë interesant në cilin po ndërlidhna dhe po e përmbyllim bisedën. Sa do të ishte financiarisht e qëndrueshme në afat të gjatë, po flas, sepse nga 28 xhiro do të shkojmë në 36 xhiro nëse luhet me sistem vajtje ardhe të 4 fish, 2 muaj ditë xhiron, jo, sa do të jetë ngarkesa për klube, edhe a do të ishte e qëndrueshme financiarisht kjo? Edhe për federatën? Për federata për momentin i mbulon të gjitha shpenzimet e referimit, delegimit dhe gjithçka tjetër, prandaj edhe jemi në ato borxhe që i përmendëm më herët. Që nuk ndodh gjë tillë, e ki parasysh, e din se cila është situata në rajon, nuk ndodh kjo, klubet i paguajnë ato, ne nuk e bëjmë këtë punë, ne Superligën e shfrytëzojmë si produktin ton kryesor, të cilin në thojza e shesim edhe i marrim paratë për sponsorëve edhe masë i mbulojmë edhe këtë kosto, mes tjerash.
po të shkonim me 10 ekipe, sigurisht nuk do të bëheshin 36 gjiro. Sepse 36 gjiro është e pa menaxhueshme në kuptim kohor, në kuptim të kalendarik. Do thotë ne do duhet që të shkonim me sistem të 1.5 herë, do më thonë që të luajmë 3 herë mes veti, jo 4 herë mes veti, në bazë të shortit, do ta shkurtonim numrin e gjirove për një javë, po do ta shtonim numrin e lojëve për secilin gjiro për nga një, do të shtoheshin dikonja 21 ndeshje në fund. Nuk është që se kemi bërë këtë analizë. Kalkulim. E kemi bërë këtë kalkulim dhe këtë analizë, po kjo është problemi, mu i me thonë, lirish mu i me thonë është problemi ma i vogël. Puna e kostos është problemi ma i vogël. Në kuptim të kalendarit nuk ndikon fare. Do të në kuptim kohor për klubet pjesëmarrëse nuk ndikon fare. Problemi kryesor është cilësia të cilën Superliga duhet ta ketë në rritje secilin vetë.